Targeti turistëve është edhe qyteti i Gjakovës. E një nga targetet turistike gjakovare është muzeu etnografik për vizitat në të cilin foli udhëheqësi Besmir Hasi. Zakonisht rritet një fluks i vizitorëve apo i vizitorëve që vijnë nga jashtë. Do të thotë ne kohën e pranverës e kemi me nxënca, tash për momentin kemi me turistat huj që vijnë vizitojnë qytetin, ndërsa kohën e verës, do të thotë Korrikun dhe Gushin e kemi bashkëdhetarë që vijnë vizitojnë objektin e muzeut. Hasi po ashtu tha që për shkak të fluksit gjatë verës do të zgjatet orari i punës në muze. Zakonisht ne prej datës 15 dikun datës 20 varësisht prej ditëve të javës se si bijnë gjatë vitit, ne hapim muzeun me orar më të gjatë, do të thotë punojmë edhe të shtunave dhe punojmë deri në ora 8 mbrëmje ditëve të punës. Do të thotë duke jap një mundësi më tepër për të rritë dhe familjarë që vijnë nga bota e jashtme që ta vizitojnë dhe ta njohin më tepër do të thotë gjeneratat e reja trashëgiminë tonë kulturore. Muzeu etnografik i Gjakovës mbar dëshmi të kulturës shqiptare dhe gjakovare, të cilat vazhdojnë të shërbejnë si mësime dhe kujtesë historike për gjeneratat e reja dhe turistët e huaj.